ka familje me fëmijë, me pleq, cilët nuk po mujnë mja dalë. Une i kisha bu thirrje se kjo nuk është me rasisht. I kisha bu thirrje prej... I kisha bu thirrje prej këtu organeve kompetente me fillu me bo hetime rreth kësaj çështje. Mërgjimtar tonë janë ardhur në Kosovë edhe për fat keq që është ditën e parë i kemi zgënjy. I kemi zgënjy, nuk kanë rrymë, nuk kanë si me kalu kohën me familjet e veta, edhe sot kam qenë rave, fatkeqësisht me atë pamje që kam po me generator në për rrugë. Po, i kujt mund tjetë lanë qëllimi që mos me pas rrymë? Se në fundi krejt dojnë me u krenu me një farforme për Kosovën e ditës së sotme, që nuk kanë komi për gjërat të tilla bazike. Fatkeqësisht duhet nuk kemi mundësinë edhe rasin me u krenu me Kosovën e ditës së sotme. Nuk kena mundësinë edhe rasin me qësh nga ka ardhur puna, kena shumë problem, nuk du me drejtu gisht të askush. Po dikush është, nuk është e rastisht me kjo me undalë rryma gjatë ton ditës. Po te kush? Po dhe? Kujt i bjen për shtati e kjo? Organet e rendit të me ditë kësa. Po atër duhet gishtit e ta me shku. Me tu, edhe me gjetë fajtorin, se kjo nuk është prej kur gjëishët, edhe gjithmonë është në kohë të festave, edhe gjithmonë është kur po vinë mërgjimtarët. Tash po flasim realitetin, a lidhët me politikë nuk e di. Por me elon një popull, në vitin 2025, me elon pa rrymë, është e të mërshme. Nështë që i kanë rritë faturat, prej kësoj studios të... Jo, qytetarët, nëse na javonojmë kecit, nëse na javonojmë, brenda 2-3 ditë ti i kinë shpe dhe vjen me ekput. Unë prej këtu edhe po i bëj lutje qytetarëve të komunës Stravecit se gjendja seriozisht është e jashtëzakonshme atje në atë pjesë, sa i përket me energji, edhe ndikon edhe në tjera gjona, i bëj lutje qytetarëve të komunës Stravecit, kanë mundësi, kush ka mundësi me undimu me njëri tjetrin, që me i kalu këto ditë e vështira se ka familje që me të vërtet janë gjendje tepër tronë prej reduktimeve të rrymës. Te ju kushenali rrugën? Se po të t'ju bëj thirrje organeve të rendit. A është veprim politik o kriminal? Që këto veç ta di. Nëse është politik, atër du me bëj thirrje strukturat politike që ta rregullojnë menaxhojnë. E nëse i thirrë organet e rendit, atër kjo nuk kupton që është një grup kriminal që ka bënë diçka.